إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير أما بعد. Të ndershëm besimtarë, në ligjëratën para azanit folëm për fenomenin e tërmetit që ndodhi lëkundja tokës tek ne, që ndodhi para 2 dite, më konkretisht me 10 shkurt në mbrëmje, e që ishte një friksim, dhe thamë se Allahu tërmetin apo tokën e ka përdor si mjet edhe për ndërshkimin e popujve nga ummetet e kaluara. Por ne nuk e dim këto tërmete që na ndodhin, nuk mund të themi me zotim se janë ndëshkim prej Allahut. Por një gjë është e sigurt, ashtu siç e cituam ajetin prej kapitullës El Isra 17, ku Allahu thot se këto mrekullira, këto shenja, këto argumente, këto fenomene natyrore nuk i dërgojmë tjetër përveç se illa tahwifa, përveç se friksim për njerëzit, edhe kur ndodhen këto fenomene natyrore, kur ndodh tërmeti, me qenë njeriu më i fuqishëm i botës, me pushtetin më të madh që e ka në botë, në qatë moment kur i ndodh lëkundja tërmeti, nuk ka çare pa u tut. Aty Allahu ja tregon pozicionin real e normal që njeriu ka në sipërfaqen e tokës. Këtu në hutbe do të vazhdojmë me një temë, në fakt me 2 tema që jemi në prag në vigjilje. Është Ramazani që po na afrohet, dhe kjo është xhumaja e fundit. Në xhumën tjetër inshallah jemi edhe agjërushën. Por edhe është festa e pavarësisë e 17 shkurtit, pavarësisë e Republikës tonë, dhe me këtë rast Bashkia Islame e Republikës së Kosovës na ka dërguar një hutbë të gatshme në nivel të Kosovës, që me titull Pavarësia e Kosovës dhe përgjegjësia jonë fetare e kombëtare, e që unë do ta transmetoj para jush. Të dashur vëllezër besimtar, jemi në xhumën e fundit të muajit Shaban dhe dal nga dal po afrohemi muajit të bekuar të Ramazanit, muajit të mëshirës, faljes dhe pastrimit shpirtëror. Ramazani është një dhuratë hyjnore për besimtarin, një mundësi për të afruar më shumë me Allahun, për të forcuar besimin, durimin dhe përgjegjësinë tonë morale. Pejgamberi ynë i dashur Muhamedi alayhi salatu wassalam na ka përgëzuar për ardhen e këtij muaji duke na thënë: "Qad ja'akum shahru Ramadan, shahrun mubarakun iftaradallahu alaykum siyamahu." Ju erdhi Ramazani, muaji i bekuar, agjërimin e të cilit u obligoi Allahu i Madhreshëm. Muaji i agjërimit, këtij adhurimi, ibadeti me vlera dhe shpërblim të veçantë, për të cilin Allahu i Madhruar urdhëroi dhe tha: "Ya eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O besimtar, ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat. Ramazani veç tjerash na mëson vetëpërmbajtjen, drejtësinë, sakrificën dhe solidaritetin, vlera këto që janë të pandara edhe nga historia jonë kombëtare. Të nderuar besimtarë, para nesh është edhe 17 shkurti, dita e pavarësisë së Republikës së Kosovës.
17 shkurti i vitit 2008 nuk është një datë e zakonshme për përmbyllje e një rrugë të gjatë sakrifice, dhimbjeje dhe qëndrese. Pavarësia nuk erdhi si dhuratë e as rastësisht. Ajo erdhi pas dekada shtypjeje, mohimi të drejtave, përnjekjesh, burgimesh, masakrash dhe një luftë të çlirimtare të pastër që synonte një qëllim të vetëm, lirinë, dinjitetin dhe të drejtën për të jetuar të lirë në tokën tonë ku na fali i madhi Zot. Padrejtësitë që u bën popullit të Kosovës, spastrimi etnik, ndalimi i gjuhës, dhuna policore ushtarake, gjenocidi, djegja shtëpive, shkatrimi i xhamive, varrezat masive ishin një zullum i qartë. Edhe pse Islami është fe e paqes dhe lufta nuk është qëllim në vetvete, Kurani na mëson se vetë mbrojtja është e lejuar kur padrejtësia bëhet sistematike. Allahu i madhreshëm në Kur'an thot: "Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu." Dhe luftoni në rrugën e Allahut kundër atyre që luftojnë kundër jush, por mos e kaloni kufirin. Andaj kjo histori nuk është histori hakmarrjeje, por historia e rezistencës ndaj zullumit. Allahu i madhruar thot gjithashtu: "Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin." Allahu nuk i do zullumçarët. Vëllezër të dashur, lufta çlirimtare e Kosovës ishte luftë për mbijetesë, për liri dhe për nder. Ushtria çlirimtare e Kosovës është kapitull lavdije në historinë tonë. Bijtë dhe bijat më të mirë të këtij vendi u ngritën për ta mbrojtur popullin dhe atdheun. Sakrifica familjes Jashari me në krye komandantin legjendar Adem Jashari është shembull i rrallë në histori për besë, qëndresë dhe flijim. Të dashur besimtar, sot në përvjetorin e pavarësisë, Kosova vazhdon të sfidohet. Si besimtar, ne jemi të obliguar të mbrojmë shtetin tonë me mençuri, maturi dhe përgjegjësi, duke kontribuar në forcimin e institucioneve, ruajtjen e rendit, unitetit dhe stabilitetit. Nuk guxojmë të bëhemi pengesë e shtetit tonë për mbështetjen e tij. Nuk guxojmë të provokohemi as nga armiku drejt për drejt e as nga instrumentet e tij që mund të jenë brenda vendit tonë. Ndërtimi i shtetit në Medinë nga pejgamberi alayhis salam është dëshmi se feja dhe shteti funksionojnë në shërbim të njerëzit. Pa shtet, feja dhe liria janë të pambrojtura. Para vitit 1999 edhe liria fetare në Kosovë ishte e cenuar pikërisht sepse nuk kishte shtet që e garantonte një gjë të tillë. Të dashur vëllezër besimtar, ndërsa e shënojmë 17 shkurtin, ditën e pavarësisë së Republikës së Kosovës, zemrat tona janë të mbushura me krenari, por edhe me shqetësim për padrejtësitë që po i bëhen çlirimtarëve tanë. Ne besojmë në pafajësinë e tyre, në luftën e tyre të pastër, të drejtë dhe çlirimtare. Ata janë pjesë e pandashme e historisë sonë të lavdishme dhe bartës të proceseve më të rëndësishme të shtetëndërtimit të Kosovës. Prandaj, në këtë ditë simbolike, më 17 shkurt 2026 në Prishtinë në ora 14 do të mbahet marshi protestues Liria ka emër. Në mbështetje të çlirimtarëve tanë që po mbahen padrejtësisht në Hagë. Ne si besimtar dhe si qytetar të këtij vendi kemi të drejtë dhe obligim moral që ta ngrisim zërin për padrejtësi, dinitet dhe të vërtetën tonë historike. Bashkësia jonë fetare islame mbështet fuqishëm marshin, duke porositur qytetarët që në mënyrë paqësore, të qetë dhe dinitoze, t'i përgjigjen këtij marshimi, duke treguar unitet, maturi dhe përgjegjësi, ashtu siç na mëson feja jonë islame. Zëri ynë i bashkuar është dëshmi se nuk harrojmë sakrificën, nuk pranojmë padrejtësinë dhe nuk lejojmë që të njolloset lufta jonë e drejtë për çlirimin e atdheut. Të dashur besimtar, pavarësia e Kosovës është amanet, amanet i dëshmorëve, i çlirimtarëve dhe i brezave që vinë pas nesh. Ta ruajmë këtë amanet me drejtësi, ndershmëri, unitet dhe angazhim të vazhdueshëm për shtetin tonë. Një shtet dhe një shoqëri humb vlerën e tij kur shoqëria mbushet me padrejtësi e përçarje. Andaj,
sot më shumë se kur, na duhet forcimi i kohezionit social përmes forcimit të vlerave të harmonisë, respektit, mirëbesimit dhe bashkëjetesës fetare, duke qenë shembull për rajonin dhe botën mbar, si dhe bashkëpunimin në interes të kombit dhe tonë të shtrenjtë. Le të jetë 17 shkurti jo vetëm ditë feste, por edhe ditë reflektimi, përgjegjësie dhe përkushtimi. Le ta shënojmë 17 shkurtin me falënderim ndaj Allahut për shtetin të cilin e gëzojmë, me lutje për dëshmorët, me respekt për shërimtarët dhe me përkushtim për një Kosovë më të drejtë, më të sigurt dhe më të bashkuar. Allahu e bekoft Kosovën, e forcoft unitetin ton dhe e ruajt lirinë ton të fituar me sakrificë. Amin. Këtu përfundon kjo hutbë kumtesë e Bashkisë Islame të Republikës Kosovës dhe krejt në fund e lutim Allahun që të na udhëzojë atë që është e dobishme për veten tonë, për familjen tonë, për vendin tonë, për dynjan dhe për ahiretin. E lutim Allahun që të gjithë ata të cilët janë të sëmur, i Madhi Zot t'i shëroj, ata që janë të varfër, i Madhi Zot t'i begatoj, ata që kanë brenga të lashë, Allah t'u largoj, mbi të gjitha lutim Allahun që të na mësoj të jetojmë si musliman, të vdesim si musliman dhe në ditën e gjykimit të ringjallemi faqe bardhë para madhrisë së Tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.